që do të thotë, nëse 3 bashkim qarku Kukësit, në një kohë që ke shumë më shumë administrat, se duke pasur mbështetje lokal me qarkun e Gjirokastës, dhe ne marrim vetëm një mandat. Edhe i mandati është aty që, më fali, nuk kam asgjë asnjëri personal, po përdor termin jo fyrje, po që edhe një qenë vendosësh nga marrë Partia Demokratike sipas kodit zgjedhor. Ndërsa aty rri laj saj, derisa të vdesë të ta sheu, në rrimi 6.000 vota me 5.000 vota. E edhe çfarë turpi është, to po janë problemet të cilat nuk kanë mbledhur. Një forcë politike e cila nuk lufton për të fituar, por lufton për të ekzistuar, kjo është e tmerrshme. Një forcë politike të cilët do që të ketë pulsuar deputet dhe të jetë thjesht opozit, kjo është e tmerrshme. Unë nuk mund ta pranoj dot morali im politik. Dhe kam kërkuar zotin Berisha, mas datës 25 prill të vitit 2021, që zoti Basha duhet largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike. Dhe kam marrë një përgjigje nga zoti Berisha që jo, Edi Rama na i voti zgjedhjet. Edi Rama do të vazhdojë përpara Lulzim Bashën. Në një kohë që pranoi 12 qershorin, në një kohë që njerëzit pranë zotit Berisha zgjohen zotin Basha, kryetar Partisë Demokratike me 12 qershorin, në një kohë që siç thonë vetë kemi vjedhur votat, kemi manipuluar votat për zotin Basha me kurriste kandidatë të tjerë, Grosheja apo Bart Kadilli apo kush ishin tjerë, e kupton? To ishin gjërat, dhe u ndame në shtator pastaj kur cënoi interesi i zotit Berisha, të cilët pavarësisht që ishte gabim nga ana e zotit Basha që nuk duhet përshtojë zoti Berisha, nuk duhet pezullohej zoti Berisha, dhe nuk ishte normale një gjë e tillë, por zoti Basha kur nuk tha që pse i dojë mandatin, a ka patur ndikim zoti Berisha, a ka patur ultimatum, a ka patur ndikim apo gjëra tjera. Pra këto janë gjërat e cilat në Partinë Demokratike nuk janë thënë me zë të lartë. Unë i kam thënë dhe kam diskutuar dhe kam debatuar dhe po të kishit pas interesin tim. Në rikthimin që u riktheva, sepse në 2017 nuk kisha, në 2021 u riktheva, do vazhdoj edhe unë të lëpihesha, do vazhdoj të shihej dhe interesat e mia, dhe kish një mandat deputeti sot 4 vite të tjera, por nuk e kam kërkuar një gjë të tillë dhe s'ka për të bërë kur kompromisin, sepse mendoj që siç kam një vdekje biologjike një ditë, ka njëri edhe një fund politik. Por zoti Sula, ju mendoni sot se ata që ndodhen në listat e sigurta të Partisë Demokratike edhe sot fituesit de facto e de jure janë aty vetëm se po mbulojnë një të vërtetë të cilën ju e keni bërë publike? Erion, ka një fjalë turp popullore tek zona jonë që thotë nuk do as mend as kalem, një gjë që duket. Pra nuk ka nevojë pas për të arsyetuar jo. Pse? Ja do ta shpjegoj dashje jo. Pse? Nga 151.000 vota e 500 që ka marrë Partia Demokratike dhe Opozita në gjithë qarkun e Tiranës, 136.400 e 500 i ka marrë listat e hapura. Ndërsa të gjithë të listat mbyllura ka marrë vetëm 14.100 vota, që do të thotë ati deputet i qerek, sepse për 10.000 vota bëhet fjala për një deputet, për një deputet. Që tregon që listën e hapura shkretet vetëm Yuri Tabaku futet, pra 140.000 vota ka. 14 deputet që bie këtej me një numër caktuar, pavarësisht kodit ose televizin gjërat, do të ishim brenda në listë. Në një kohë që çfarë bëri Rama? Orion, çfarë bëri Rama? Rama, kuajt politik, i vuri përballë njëri tjetrit, i vuri në grindje njëri tjetrin. Po deshin në luftë me njëri tjetrin, për të vrarë me njëri tjetrin, për grumbulluar vota për njëri tjetrin, për interesat e koshi i subjektit Partisë Socialiste. Ndërsa zoti Berisha dhe njerëzit e tjerë të afër zotit Berisha nuk interesoti koshi i Partisë Demokratike. Nuk ka rëndësi Yuri, Daniel Lembeti, Erioni, Dashi, por kushdo që të ishin, që do të thotë që të ishim gjithë në listën e hapur, luftonin, dërmoshim njëri tjetrin, karamoshim njëri tjetrin, të mbyshin vota që në fundi nuk ka rëndësi kush hyn, por mjafton numrat. Partia Demokratike kishte numër më të madh. Në një kohë që Rama vuri 33 në listën e 25% të listat e mbyllur 33 dhe vuri ca emra të tjerë, ndërsa këto siguruan gjithë gardën e vjetër, galloshën e vjetra aty për mos folur më mas datës 12 të rion. Dhe se këto e dinin që do të humnin. Dhe këto tani zoti Berisha, di pse ka sherrë me Edi Ramën. E ka sherrë kaq sepse mendon që Rama të humte me 72-73 mandate, sepse për të fituar ditë që nuk fitonte, dhe thotë do të kishte më shumë, do kishte më besueshmëri pasaj që thoshte që na i vodhën, na i manipuluan, na i deformuan zgjedhjet. Por ti japi Edi Rama, ti japi Partisë Socialiste dhe 12 mandate të tjera, edhe të marrë dhe do doshë dhe gjithë opozitën tjetër, 71.69 del prap, nuk dalë llogarit pra, sepse kemi minus 250.000 vota në lajtem. Ku janë votat? Janë votat që nuk e dalë demokratët votojnë. Pëse po të votat veta ka marrë, po ato. Jo se unë nuk i heq as i pik, as i presje, çfarë thot opozita, çfarë thot Berisha për kodin zgjedhor që tani që është gabim sipas tyre, që është deformuar, që ka ndërhyrë administrata, që janë pensionet, që janë ble vota. Po, ka ndodhur. Po a deformojnë një thelb këto? Këte pasangeret për të parë. Po u them jo. Pse them jo? Sepse tani merr listat e deputetëve të mbyllur, listë mbyllur PS-s dhe listës të hapur dhe PD-s dhe PS-s, ne kemi një diçka të një lloj
të herë 2021. Ne kishim diferencë në vitin 2013 me listat e PS-s. Kemi diferencë me listat e PS-s 2017-2021. Në vitin 2013-2017-2021, Partia Socialiste kishte trafikant, vrasës me pagesë, që s'kishte aty brenda në listat e tyre, kupton? Ne si kishim ato. Tani vitin 2021, as një se konteston listën e PS-s, as listën e mbyllur, as listën e hapur, as nga opozita, as nga media. Pse? Se s'ka njerëz të tillë aty. Por ama kemi diçka të barabartë si shkolla italian, uguale, që kemi njerëz të eksplozuar përpara drejtësisë, që janë ndjekje penale edhe ke PS-ja, edhe ke PD-ja. Më shumë ne, më pak te nuk ka shumë rëndësi, si puna asaj që ja po ti 2 mushë me barri jam më ndershme, ose ti unë jam 9 mush. Nuk shkon kjo punë, a kupton? Pra ne u bëm barabar një lloj të 2 palët. Dhe qytetarët shqiptarë më kanë thënë, ne po zgjedhim, themi sipas mendimit të tyre, të mirë më të vogël. Se e keqja ose e keqja më vogël, se e keqja më madhe jeni ju, thonë ata, dhe turplet. S'mund pranojmë dot thonë që ne një makineri të vjetër politike tani që është Edi Rama, sepse ka vite për shtet, ta zëvendësojmë me një makineri akoma të vjetër Sali Berisha që ke provuar president, kryeminist e gjithë gjëra të tjera. Këto janë parimet më vëllai, sepse në 2013 Rama pavarësisht aleancës që bëri që quhet famshme aleanca qetësia, por na doni qytetarët në dha votë kundra. Pse? Sepse ne kishim me pushtet drejtësie, me president, me gjithçka kishim ne ekzekutiv, gjithçka bashki, gjithçka kishim ne. Po qytetarët votuan kundra, sepse besuan ke PS, besuan ke Rama. Të njëjtën gjë do të kishte edhe ne tani që të kishim një numër të madh votash, gjë që ne nuk e bëm. Pra qytetarët e dallojnë në fund të ditës more, pavarësisht që të ke pushtetin, por të hedhin poshtë me votë, sepse opozita ka vetëm një gjë në dorë, moralitetin. Do të shikosh vetëm tatë pas ju kur dalësh pjesë. A je i ndershëm në raport me kundërshtarin? A je burr i mirë? A je burr i moratshëm? A je forcë politike me njerëz që përvajsojnë të morat që nuk janë hajtut pa njollë, pa gjëra të tjera? Nëse ti ke këto cilësi, i thuj qytetarëve, "Ore zotëri, përballë kam hajtutin, kam korruptorin, kam këtë." Ne nuk jemi ashtu. Por në momentin që ti shkon me të njëjtën qasje, me të njëjtë figura, të kontestuara, të përlyera, apo njerëz të cilët kanë dritë hije, se ç'është politika? Imazhi që si individ dhe imazhi që si forcë politike. Ç'është politika? Mesazh që përcjell si individ politik dhe mesazh që përcjell si forcë politike. Nuk shkon njëri mas dopit, nuk shkon mas njeriu që bën një zgjedhje të tillë dhe demokratët kanë natyrë të indiferent. Ne refuzojmë zotëri. Ne s'marrim dot votat tona. S'ka rritje Rama më. Pa diskutim që Rama siguron 30.000, 40.000 vota, 5.000 vota i ble në gjithë Shqipërinë. Por nuk i ble dot 250-300.000, ma është pa mundur, nuk të ndodh. Dhe tani shet që po ndodh tani, që po hapin kutitë do, sepse Rama është sigurt, përsa është sigurt që nuk ka futur ato, jo po i kemi kuti vota këtu, to të fusin numëruesit e vet në burg, se ndoshta kanë prekur votat me njëri tjetrin. E kupton çfarë bëjnë me zë kanë gjetë numërues në zona caktuara, kupton? Se votat e brenda njëri tjetrit kanë luajtur, që nuk është normale, do të ketë përgjegjësi dhe nuk duhet ndodhë kjo gjë. Po do dalin që mund të ketë diskreditim për Partitë Demokratike, që nëse numëruesi e Partisë Demokratike i kanë hequr votat Dashit, Erionit i kanë dhënë Dashit, pastaj atëherë ti ke që vite kanë dhënë vota këtu, pra vjedhja është kjo. Si kështu, si ashtu vota. Pra ju e shihni hapjen e kutive në disfavor të peshës dhe logos së Partisë Demokratike përpara mbështetësve të saj? Nëse ndodh që ka trafikim votash nga një kandidat i Partisë Demokratike, një kandidat tjetër, unë moralitetin totalisht, se nuk të dëshon rezultatin në Arion, nuk dëshon të rezultatin. Më mirë të ishte të mbyllshin gojën,